nëse dikush thirrët për me kry një punë në emër të një titulli, atëherë zbatimi i urnit e fuqizon titullin. Për shembull, mëson tëm, o student, bëhu i zellshëm e mëso. Kemi emën, apo, dhe kemi kërkesë. Kemi emër dhe kemi kërkesë. Emri të ndërmëzër, emri, o student, e arsyeton kërkesën se të përket ty, mëso. Emri e arsyeton kërkesën, ndërsa zbatimi e kërkesës e fuqizon emrin. Të nëse thush për shembull, o student, bëhu i zellshëm dhe mëso, e nuk mëson, emërtimi student, a fuqizohet a do pësohet? Do pësohet. Nëse për shembull ti, o student, edhe thush, bënu i zellshëm dhe mëso, dhe mëson e merdheshë, e ke fuqizu emrin që meriton me qenë student? Po, edhe këto. Allahu po, ajo që keni besuar, o është bërë obligim agjerimi. Do më thonë, thirrja e arsyeton kërkesën. Normal është që me kërku për te Zotit që ke besu në te për agjerim. Po, thirrja e arsyeton kërkesën. E zbatimi i kërkesës e fuqizon emnin. Në ti duke agjeru, i më shërvule ma të fuqe, unë im besimtarët, ditë për ditë, gjdo agjerim që ti e bën, gjdo i bate që ti e bën, realisht ti e fuqizon edhe ma te për emnin që e besimtar. Dhe emnin besimtar, atë bën nera, qëka tek Allahu zënë? Është të bën nera. është mundësi e mirë të që të kjo përgjigjë Allahu të bare këtë me e rënjos e mërtimin si besimtar.